Jena për Kosovajnë, pyetja jonë sot është, jena në prag të muajit Ramazan. Po, për hajkurt. Hajpaç, faleminderit. Inshallah bon zot Kabul e Makbul, si thonë. Kush e dinë? Makbul, jo, veç Kabul, zoti Kabul. Po, se Makbul nuk e komunikoj. Ç'është pasojë ata ple. Ç'ish po thoj? Fillon të shto. Me dime kam të shto në zi. Ti agjeron? Agjeroj po. Agjeron. Po. A do të agjerosh si vjet Ramazan? Po. Me Kabul edhe te? Me Kabul. A me Makbul, sigur ai. Me Makbul zdi. Tash ti çfarë ma ti edhe më thon Makbul. Je Makbul kurse pas. Se përpara i përderash ti fjalë. Inshallah po zoti Kabul e Makbul. A diku e krysh. Ja, inshallah zoti Kabul, do të thonë inshallah zoti ja pranon. Halal po, ja po halal. A Makbulin për atë parë nita çdo. Ja, sipas granice, ora jo të rrosh duke gjina thon se unë mos përshevës. Çfarë ne përdorim? Okej, çse pas na di çda. Jo. Çfarë mesazh ju kishë dhënë gjithë njerëzve për Ramazan? Inshallah mesazh kush ka mundësi me një është për shembull është mirë, se pasën këta të cija që ka për shembull edhe me u dha pak ndihmë aty që kanë nevojë për shembull. Po. Faleminderit që ishe pjesë jonë aty zoti. E ju të dashur me që rini me neve, sepse ne sot e kishmi pyetje me qytetarët lidhje me Ramazanin. Ç'është Ramazani dhe pse është Ramazani? Ne ju informojmë amagjënsisht sepse Ramazani është pastrimi i shpirtit dhe t'ja dina njerëzve që nuk kanë të jep zeqat dhe të aninosh Ramazanin, të prish kurbanin dhe të dhësh zeqatin janë shtyllat islamit. E atë persona që agjerojnë, Zoti ja pranoft agjerimin sepse është pastrimi i shpirtit deri te personi tjetër rënë me neve.